Policia rrugore e Lezhës ka nisur një aksion me dorë të hekurt në akset e qytetit si dhe ato nacionale. Aksidenti së shtunës në aksin rrugor Lezhë-Milot, ku 2 persona humbën jetën pas përplasjes së 2 automjeteve, ku shkaktari i ngjarjes rezultoi në gjendje të dehur, ka vënë në lëvizje policinë rrugore, të cilët kanë shtuar kontrollet dhe monitorimet në të gjitha akset rrugore të qarkut, duke përdorur teknologjinë e fundit përfshirë dronët me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe përmbushjen e parametrave të sigurisë rrugore. Si rezultati këtyre veprimeve, 7 drejtues mjetesh janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë proceduar penalisht për veprat penale, drejtimi mjeteve në mënyrë të parregullt dhe shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu janë vendosur 1420 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, konkretisht 39 për mosvendosjen e rripit të sigurimit, 48 për mosvendosjen e kaskës mbrojtëse, 72 për përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit, 36 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit, 35 për përdorimin e xhamave të 205 për parakalime të gabuara, 198 për ndalim apo qëndrim të gabuar, 658 për tejkalim të shpejtësisë së lejuar, 39 për mosdhënie përparësie këmbësore dhe 90 për shkelje të tjera të kodit rrugor. Policia bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset rrugore urbane, interurbane dhe rurale të qarkut të Lezhës, me fokus respektimin e rregullave të qarkullimit dhe rritjen e sigurisë për të gjithë përdoruesit e rrugës. Gjithashtu ju kërkohet të gjithë drejtuesve të automjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin parakalimet e gabuara, përdorimin e celularit gjatë drejtimit të mjetit dhe drejtimin nën efektin e alkoolit, në mënyrë që të shmangen ngjarjet rrugore dhe të garantohet siguria për të gjithë.